Partia e re e bën Blushit në kërkim të socialistëve të pakënaqur, Indivi sjell pjesën e dytë të mesazheve ekskluzive. Kush janë emrat që mund të bashkohen me Partinë e re? Shkarkohet kreu i gjykatës së Gjirokastrës Guximtar Boçi. Të gjithë anëtarët e KLD-s pro shkarkimit. Gjyqtari mohon të ketë ekzistuar një ngacmim seksual në këmbim të një vendimi gjyqësor. Në 2 dekada e gjysmë Shqipëria humbi 40% të pyllëzimit. Prerje pa kriter dhe vandalizëm që sot na kushtojnë 280.000 hektar pyje të shkatëruara. Vendi ynë me erozionin më të madh në botë. Çdo vit zhduken deri në 70 hektar. Përshëndetje, ju njohim më gjerësisht me lajmet. Një ditë pas publikimit të mesazheve ekskluzive nga INTV që tregonin zhvendosjen pa dëshirë të Ben Blushit dhe Mimoza Hafizit në fund të rreshtave të deputetëve, sot bëjnë publike mesazhet e reja. Tashmë deputetët që pritet të shpallin Partinë e re duket se po synojnë të afrojnë fillimisht socialistët e pakënaqur. Në tekstet e mesazheve duken bisedat me personat që do t'i bashkohen iniciativës së re. Mes emrave që takohen me Mimoza Hafizin është edhe Denion Mejdani, djali ish presidentit Mejdani. Një ditë pas mesazheve ekskluzive të publikuara nga Intelevizion, që tregonin se si kanë përzënë Ben Blushin dhe Mimoza Hafizin nga vendet e dikurshme në kuvent për t'i dërguar në fund të rrjeshtit, deputetët duket se kanë një plan. Mimoza Hafizi nuk është më kot krahu i djathtë i Ben Blushit. Sot Intelevizion sjell pjesën e dytë të mesazheve ekskluzive që tregojnë se si partia që pritet të shpallet së shpejti, po tenton të mbledh njerëz rreth vetes. E siç pritej, fillimisht synohen socialistët e pakënaqur. Mënyra më e mirë për të bërë politikë është zbritja në terren, ndaj e kam bërë këtë përgjatë rrugëtimit tim. Sot unë njoh shumë socialistë të rinj, miqtë e mi të cilët janë të pashpresë. Ju kërkoj përzemërsisht të bëhem pjesë e stafit tuaj të brendshëm për të bërë të mundur një model të ri, i cili ka në thelb energjinë pozitive. Mirdita, faleminderit për mesazhin. Unë do t'jem sot në orën 17 me një grup të vogël 4-5 miq tek salla e konferencave të hotelit. A mund të vini të takohemi atje? Shumë faleminderit. E siç e do strategjia, Ben Blushi tashmë është aktiv edhe në rrjetet sociale. Një ditë më parë Intelevizion solli edhe SMS-t e djalit të ish presidentit Mejdani në komunikim me deputetën Hafizi. Sot i ka zbardhur të plota, ku tregon se ata jo vetëm komunikojnë, por edhe takohen mes tyre. Ja të arije të them, Moza këtu jam. Erdha. Pak ditë më parë, Denion Mejdani publikon në media në analizë Mejden. Lista Blushi Hafizi nuk mund të vinte në një moment më të përshtatshëm për të majtën, por edhe për situatën në Shqipëri. Në fakt e majta e vërtet nuk ka asnjë përfaqësues në parlamentin e sotëm. Ndoshta kjo analizë nxiti takimin, ose anasjelltas, pak rëndësi ka, lëvizjet politike para zgjedhjeve sapo kanë nisur. Do të mbetemi sërish tek një nga emrat më të lakuar të ditëve të fundit në politik. Tashmë Ben Blushi ka ndryshuar çdo balancë politike brenda në kuvent. Pamjet pa koment tregojnë se me kë qëndroi apo u takua ish socialisti në seancën e fundit parlamentare një ditë më parë. I menjëhershëm ka qenë reagimi për kryegjyqtarin e Gjirokastrës, i cili është denoncuar nga një emision investigativ për aferë seksuale. Guximtar Boçi shkarkohet nga detyra e kryegjyqtarit të Gjirokastrës. Vendimi është marrë nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë me votën pro të gjithë anëtarëve. Më herët vetë Boçi ka mohuar se ka lidhje me audio regjistrimin, madje ka shkuar edhe më tej kur ka thënë se edhe poshtë me neveri një bisedë të tillë dhe se do ta ndjek çështjen në rrugë ligjore. Ndërsa gruaja që ishte viktima në një status në Facebook shkruan se në Shqipëri duhet të mësohemi të sillemi me njerëzit sipas vlerës që kanë. 40 vjeçaria shton dhe se mirësjellja konsumohet shumë shpejt në një vend ku qarkullojnë shumë dyrësira.
Denoncimi u bë një ditë më parë në emisionin Stop, ku një grua 40 vjeçare akuzoi kryegjyqtarin e Gjirokastrës Guximtar Boçi se ishte kërkuar seks në këmbim të zgjidhjes së problemit të saj ligjor dhe gjithçka e kishte regjistruar me audio. Ngjarja një ditë më parë me kryegjyqtarin e Gjirokastrës ka nxitur edhe reagime në rrjetet sociale. Ne po ju propozojmë një prej tyre. Betting apo kastrimk? Po vazhduan kështu skandalet seksuale në drejtësi, gjyqtarët nuk pas kanë pasur nevojë për vetting, por për kastrimk. Ministria e Drejtësisë duhet urgjent të krijojë departamentin e berberave. Kjo është punë serioze. Plagosje në Tiranë dhe përplasje mes banorëve dhe policisë në Fier për ndërtimin e landfillit. Këto janë dy nga lajmet që sjell bloku i lajmeve nga vendi në vijim. Të shtona marrëm zjarri në Tiranë një i plagosur pranë drejtorisë së policisë. Përplasje mes banorëve dhe policisë në Fier në protestën kundër ndërtimit të landfillit. Kryebashkiaku i Tiranës Velia i premton se qendra e kryeqytetit do të çlirohet brenda nëntorit. Firmoset marrëveshja me Gjermaninë për linjën e interkoneksionit Shqipëri-Maqedoni. Vijon fushata anti-kanabis në vend, policia gjen 105 kg kanabis në Kurbin. Aksident me vdekje në autostrad, makina përplas këmbësorin. Deputetja e Partisë Demokratike Deda ngre alarmin e ilaçeve në Shqipëri, vin ilaçe të skaduara. Mos harroni se të gjithë mund të jemi raportues të fenomeneve që na shqetësojnë. In Report mirëpret raportimet tuaja. Në rubrikën In Report kemi shkëputur këtë foto që ka mbritur sot në redaksin tonë. Ulja e temperaturave ka sjellë edhe nisjen e punës në pikat e grumbullimit të druve të zjarrit. Kjo është një nga mënyrat më të përdorura nga familjet në nevojë për të ngrohur gjatë ditës së dimrit, pasi kushton më pak. Për fat të mirë të qytetarëve të varfër, vendosja e moratoriumit 10 vjeçar përjashton nga penalitetet persona që presin dru për zjarr. Por çfarë ka ndodhur me pyjet shqiptare në këto 26 vite? 40% e tyre ka humbur nga prerjet e pemëve pa kriter. E një problem që vjen të mbetet pa zgjidhje është edhe zjarrvënia e qëllimshme për t'i kthyer sipërfaqet e pyllëzuara në kullota. BBC reportazh për historinë e dashurisë mes Kosovës dhe familjes Clinton. Një statuj për Bill Clinton, por edhe dyqane në bulevard me emrin Hillary. Një mesazh i çuditshëm për Nart Ndokën. Stafi i spektaklit të vallëzimit ku merr pjesë e njofton për prova, por prova të dedikuara vetëm për femra. Të jetë nga tres. Për të gjithë ata që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit, përcjellim lajmet kryesore në web. InTV.al shkruan: reagimi i ministrit të drejtësisë Manjani për kryegjyqtarin e Gjirokastrës. Opinion.al: skandali seksual, reagon gjyqtari Boçi, nuk e kam bërë unë atë bisedë. Lapsi.al: gjermanët i kujtojnë Ramës azil kërkuesit. Syri.net: bujqësia e rilindur, frutat dhe perimet mes artikujve më të importuar. Newsbomb.al: OSBE thirrje për fillimin dhe për mbylljen e reformës zgjedhore. Ka mbetur vetëm 1 muaj e gjysmë. Jeta është qef, mushkonjat, punëtore të Fierit, flet ministria, po vaksinojmë dhelprat kundër tërbimit. Kjo që do t'ju tregojmë është një histori dashurie që ka nisur vite më parë. E në fakt nuk është as pak e zakonshme, pasi ndodh mes një familje dhe një shteti. E kemi fjalën për familjen Clinton dhe Kosovën. Tashmë jo vetëm Bill, por edhe Hillary është nderuar në Prishtinë. Është e vështirë të deshifrosh shumë prej emrave të rrugëve në Prishtinë, megjithatë ndodhe kundërtan me bulevardin George Bush apo bulevardin Bill Clinton.
Por, sikur të mos mjaftonte vetëm një rrugë në nder të ish presidentit amerikan Bill Clinton, në Prishtinë gjendet edhe një statuje time për masa njerëzore, të cilin ky i fundit e inauguroi gjatë një vizite të bujshme në vitin 2009. Gjithsesi nuk mbetet me kaq adhurimi kundrejt familjes Clinton, duke qenë se vetëm pak metra larg statujës ndodhet një dyqan rrobash për femra i quajtur Hillary. Pronarja e dyqanit Elda Morina shprehet se ka një konsiderat të veçantë për familjen Clinton, aqsa edhe dyqanin e dytë të saj e ka quajtur Hillary 2. Ata bën të mundur që e gjithë bota të merrte vesh problemet e Kosovës. Për herë të parë të gjithë e dinin se kush ishin kosovarët. Ishte Bill Clinton, ai që zbuloi vuajtjet tona. Ja përse kemi kaq shumë simpati për familjen Clinton. Por çfarë ka ndodhur sot në botë? Në vijim do të ndiqni për mbledhjen e lajmeve nga bota. Britania e Madhe duhet të jetë e hapur ndaj çdo opsioni sa i përket fenomenit Brexit, duke përfshirë pse jo edhe një referendum të dytë. Kështu u shpreh ish-kryeministri laborist Tony Blair, sipas tij vota e daljes së Britanisë nga Unioni është një katastrofë, e rrjedhimisht duhet të analizohen ndikimet në jetën reale të britanikëve. Rebelët sirian kanë nisur një ofensiv për të çarë rrethimin e forcave qeveritare të mbështetura nga ato ruse në pjesën lindore të qytetit të Alepos. Në këtë ofensiv janë bashkuar të gjitha fraksionet rebele duke nisur me bombardimet në pjesën perëndimore të qytetit dhe të aeroportit ushtarak Al Nairab. Si pasojë e konfliktit, rreth 250.000 persona, pjesa dërmuese civil, mes të cilëve shumë gra e fëmijë, vuajnë prej kohësh pasojat e izolimit. NATO nuk po kërkon një konfrontim me Rusinë dhe nuk do një tjetër luftë të ftohtë. Kështu deklaroi sekretari i përgjithshëm i Aleancës Jens Stoltenberg në një intervistë për mediat e huaja. Sipas tij, plani për dërgimin e 4.000 trupave shtesë në lindjet e Evropës synon të parandalojë një konflikt të mundshëm e jo ta provokojë atë. Stoltenberg shtoi se pavarësisht tensioneve aktuale, Aleanca ushtarake nuk e konsideron Moskën si një kërcënim. Vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes një nga personazhet më karizmatik të politikës. Nart Ndokës nuk i ndahen jo vetëm batutat në rrjetet sociale, por edhe keqkuptimet. Shiheni se çfarë mesazhi i ka dërguar në celular. Nart Ndoka edhe në parlament duket se e ka mendjen tek programi ku ai konkuron. Stafi i Dance With Me ka një mesazh për të. Të gjithë personazhet femra të vinë në prova, po edhe balerinat femra, përveç se Fjolla të mos vi. Duket se kësajere filozofit virale nga shprehjet e Nart Ndokës i kanë kaluar stafit të Dance With Me. Çfarë lidhje ka ky mesazh me deputetin? Erman Mamaqen e kemi parë gjithmonë mes batutave dhe skenave të humorit, por për herë të parë ne do ta propozojmë në një intervistë serioze. Në emisionin Tekun, ai është përgjigjur me sinqeritet pyetjeve të Ariolës, se ka dashur që i vogël të bëhet showman dhe biznesmen, dhe mes të tjerave ka dhënë edhe një këshill. Shkruajini në një letër qëllimet që keni dhe mund t'i arrini ato një ditë. Këtë të shtunë në emisionin Tekun në orën 15:00, i ftuar do të jetë Erman Mamaqi, ashtu siç nuk e keni parë ndonjëherë. Serioz. Ky provimi që bëra unë, nuk e dia kanë akoma, ka mbaruar shkollën 8 vjeçare ke 11 janari. Ishte çfarë do të bëni ju kur të rriteni, edhe një ëndër që kam pasur që kam tek ai provim, se e mbaj mend sigurt ishte dje, ishte që unë do bëhem biznesmen dhe showman. Dhe është fiksa që jam tani. Wow. Po, tani kam ca objektiva të tjera se unë i shkruaj. E diti atë? Që nëse do diçka duhet ta shkruash dhe duhet besosh që ta realizosh. Gerta Mahmuta e flet për herë të parë për të dashurinë e saj, DJ-n me cilin mori pjesë në Këngën Magjike. Ku jeni takuar? Më tregon pak takimin e parë. Jemi njohur në vendin e punës. Në Crazy Kalb, po. Aty jemi njohur. Që është shumë në sikletë. Tani që e bërë linja publike. Përgjithsisht nuk jam mësuar, po edhe vetë nga natyra ime, okej, nuk po them se nuk tregoj gjëra lidhur me jetën time, po nuk është se jam përpjekur që ta mbaj, domethënë, aspektin profesional dhe aspektin e jetës time jam përpjekur që t'i mbaj të shkëputura nga njëra tjetra. Për të gjithë ata që pëlqejnë muzikën e dhomës, është rikthyer me edicionin e tij të 5 festivalit Different Trains.
Festivali i muzikës së dhomës Different Trains u rikthye edhe këtë vit me edicionin e tij të 5, duke mbledhur pranë Universitetit të Arteve muzikantë të njohur nga gjithë bota. 2 netët e para ndodhen këtë të hënë dhe të njëjtë, ndërkohë që si pari do të mbyllet natën e tretë më 31 tetor. Violonçelisti i njohur shqiptar Vlorent Xhafaj, njëkohësisht edhe drejtori artistik i festivalit, tregon diçka më tepër rreth tij. Më rëndësishme është repertori, domethënë muzika e re që vjen në festival, nga veprat Schumann, Mendelssohn, Chausson, Fauré, Bernstein, Beethoven. Pastaj janë dhe artistët mjaft konfirmuar që vijnë nga vende të ndryshme të botës dhe që luajmë për herë të parë së bashku në këtë skenë. Performanca të mrekullueshme nga artistë talentuar si Pasli Kamberi, Aristide Prosi, William Lactomia apo pianisti francez Antoine de Groli, i cili i pyetur për këtë eksperiencë para publikut shqiptar, u shpreh: it's always a pleasure to meet a new... Është gjithmonë një kënaqësi të njihesh me një vend të ri dhe një publik të ri. Jam shumë i lumtur që jam këtu. Muzika është universale, kështu që ndonse shqiptar të gjithë jemi qenë njerëzore, çka është më e rëndësishme. Human being, of course, so it's the most important. Për të gjithë fansët e futbollit, të dielën mbahet sfida e kreut dhe emocioneve mes Partizanit dhe Skënderbeut. Kjo ndeshje vë përballë 2 kryesuesit e superiores, por pritet të durojë edhe një 90 minutësh ku emocionet nuk mungojnë asnjëherë, mbi të gjitha mes protagonistëve. Partizani do të pres ditën e diel në stadiumin Elbasan Arena në orën 17 Skënderbeun, kampioni në fuqi. Një super sfidë që vë përballë 2 kryesuesit e superiores. Partizani e di mirë se një fitore do t'i jepte për herë të parë kryesimin e kampionatit dhe pavarësisht se sezoni është i gjatë deri në përfundimin e tij, do të ishte një tregues force ndaj rivalëve. E njëjta gjë vlen edhe për Skënderbeun, që me një fitore do të mundsonte një tjetër shkëputje ndaj rivalit. Përballja së dielës, pavarësisht se jemi ende në fillim të kampionatit, nuk pritet të ndryshojë shumë, duke na propozuar jo vetëm një ndeshje kartolin për superioren, por edhe një 90 minutësh, ku emocionet nuk mungojnë asnjëherë, mbi të gjitha mes protagonistëve. Mentor Mazreka i është bashkuar grupit pas një mungese të gjatë për arsye dëmtimi dhe vështirë se do të ketë minuta në këmbë në super sfidën me Skënderbeun. E gjithë pjesa tjetër e skuadrës ka qenë në urdhrat e Starovës, madje edhe Gëzim Kresniqi, që duket se e ka lënë pas dëmtimin e pësuar fundjavën e shkuar. Qendërmbrojtësi pritet të rikthehet titular në krah të Atandës, në një pozicion ku alternative besueshme është edhe Renato Malota. Përsa i përket formacionit që do të luajnë ndaj kampionëve në fuqi të superiores, nuk pritet të ketë ndryshime, me Starovën që u beson emrave që siguruan 3 fitore radhazi në ndeshjet e fundit. Sot në lajmet e showbizit do të mund t'ju njohim me më të rejat e fundit muzikore nga 2 shqiptarët që po na bëjnë krenar me talentin e tyre, Dua Lipa dhe Bebe Rexha. Pas suksesit të Blow Your Mind, Dua Lipa do të vijë me këngën e saj më të fundit, Room for Two. Bashkëpunimi me revistën Hunger ka rezultuar i suksesshëm, pasi u shfaq në kopertinën e kësaj reviste dhe duket se nuk ka përfunduar këtu. Kjo pasi kënga e re do të ketë premierë në Hunger TV, ndërkohë janë shfaqur disa sekuenca të shkurtra filmike të saj. Kanë kaluar vetëm disa orë që këngëtarja Bebe Rexha publikoi këngën e saj të re I Got You dhe këtë e parajmëroi përmes faqes së saj të Instagramit. Ndarja mes Mariah Carey dhe të fejuarit të saj milioner ishte dramatike që në fillim, por tani po bëhet e shëmtuar. Çifti nuk është takuar prej më shumë se 1 muaj pasi fejesa e tyre pësoi një tronditje të fortë gjatë pushimeve në një jaht luksoz në Greqi. Në videon që do t'ju propozojmë sot jemi të bindur se do t'a gjeni të gjithë nga pak veten. Smartphone-ot ose telefonat e zgjuar po e mbushin ai shumë jetën tonë të përditshme sa na bëjnë të humbasim shumë prej momenteve të saj më të bukura siç janë orët me familjen, fëmijët apo edhe shoqërinë. Ndiqeni dhe do t'ju bëj të reflektoni.
E në fakt sindromës së celularit nuk mund t'i shpëtojnë as amerikanët. Foto e ditës tregon se si të gjithë duan një selfie me kandidaten për presidente të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Hillary Clinton, edhe pse kështu i kanë kthyer kurrizin ndërsa ajo i përshëndet. Partia e re e Ben Blushit në kërkim të socialistëve të pakënaqur, Indivi sjell pjesën e dytë të mesazheve ekskluzive. Kush janë emrat që mund të bashkohen me partinë e re? Shkarkohet kreu i gjykatës së Gjirokastrës Guximtar Boçi. Të gjithë anëtarët e KLD-s pro shkarkimit. Gjyqtari mohon të ketë ekzistuar një ngacmim seksual në këmbim të një vendimi gjyqësor. Në 2 dekada e gjysmë Shqipëria humbi 40% të pyllëzimit. Prerje pa kriter dhe vandalizëm që sot na kushtojnë 280.000 hektar pyje të shkatëruara. Vendi ynë me erozionin më të madh në botë. Çdo vit zhduken deri në 70 hektar. Sa po keni ndjekur In News me mua Ilirin. Për më shumë na vizitoni në intv.al. Bashkë mirupafshim.